Assalamu alaikum wa rahmetullah, të nderuar teleshikues, vazhdojmë ciklin e emisioneve Rinia me sfidave dhe besimit. Emisionin e kaluar kemi folur rreth shoqërisë. Sa e rëndësishme është që të kemi një shoqëri të mirë dhe nga ana tjetër, sa e rrezikshme është shoqëria e keqe që lën ndikim drejt për drejt tek rinia sot. Në emisionin e sotëm do të ndalemi tek një temë tjetër, por që është shumë e rëndësishme: identiteti. Në kohët kur ne jetojmë, është shumë e vështirë të ruash identitetin, por jo vetëm, është ajo që ne shikojmë është që rinia janë të paqartë, janë ndoshta edhe të paorientuar. Për trajtimin e kësaj teme, si për herë kemi të ftuar në studion ton Hoxhën e nderuar Mustafa Terniqin. Hoxh, selam aleikum. Mirë se keni ardhur. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se u gjetëm. Hoxh, vërim tek rinia sot që patjetër në këto kohë të vështira që ne jetojmë, po janë të paqartë, ndoshta janë edhe të paorientuar. Andaj unë bëj pyetjen: sa e rëndësishme është për rinin identiteti sot? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Falenderojmë Zotin fuqiplot, i cili na bëri për muslimanëve. E falenderojmë Zotin fuqiplot, i cili na dha identitetin ton Islam, që është identiteti i duhur për të kaluar sa më mirë jetën e kësaj bote dhe për të fituar botën e ahiretit. Salavatet e dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Ashtu siç përmendet dhe ju, rinia sot është e paorientuar. Nuk është e qartë, nuk janë vetvetja, dhe identiteti fillon pikërisht këtu kur njeriu duhet të jetojë një jetë me dinjitet, duhet të jetë vetvetja, duhet të jetë ai njeri i cili do të njihet me një formë konkrete, e cila do të jetë një formë koherente nga një anë dhe dobiprurse nga ana tjetër, sipas një formati të veçantë, sipas një identiteti me cilën ai përkufizohet, veçohet dhe shfaqet me të, dhe kështu do të njihet pra dhe tek njerëzit e tjerë. Ne e dim fare mirë që fëmijët kur janë të vegjël, ata luajnë shumë. Është koha kur futen në klasën e parë, marrin informacionet fillestare, fillojnë pastaj rriten deri kur shkojnë në kohën e pjekjes biologjike, pra mosha e pubertetit, fillon ajo adoleshenca e fillimit fillestare të këta. Dhe këtu pastaj njeriu bashkë me informacionin bazik që merr në fillimin e jetës së tij, ashtu dhe fillon formimi i tij bashkë me pjekjen biologjike, ecën në të njëjtën kohë dhe pjekja mendore, edhe njeriu këtu tani, pra riu adoleshent fillon të formojë personalitetin e tij. Në momentin që fillon të formojë personalitetin e tij, e ka të domosdoshme formimin e identitetit të tij, me cilën do të njihet pastaj tek njerëzit, dhe nëpërmjet këtij identiteti do të jetë më i qartë për të ndërtuar jetën e tij, për të ndërtuar të ardhmen e tij, për të qenë i qartë në ecurinë e tij. Përndryshe, nëse të rinë sot, njeriu kryesisht, por të rinë sot nuk kanë identitet, ai nuk ka një të ardhme të qartë. Nëse nuk ka identitet, ai nuk është më vetvetja. Nëse ai nuk ka identitet, ai nuk di të planifikojë dhe nuk do di të projektojë fillimisht që të jetë i dobishëm ai për vetveten e tij, përpara se të jetë i dobishëm për njerëzit e tjerë. Pra kemi një ecuri e cila duhet të jetë e qartë. Dhe kjo ecuri, me të formohet njeriu për të qenë i qartë për të ardhmen e tij në varësi të rrethanave, të realitetit, të edukimit, të familjes së tij, burimit, domethënë nga buron ky njeri, dhe bashkë, domethënë me formimin, kulturën e gjitha këto dhe edukimin, ai do të formojë dhe identitetin. Prandaj identiteti është i domosdoshëm. Pra çka e domosdoshme, jo thjesht e domosdoshme, nuk është e rëndësishme. Pra, është ai që kemi thënë dikur. Feja, besimi, nuk është një vlerë nga vlerat, kulturë nga kulturat e kështu me radhë, por është gjithçka. Është gjëja më rëndësishme, është gjëja e pa negociueshme, dhe menjëherë ky besim ka nevojë për këtë identitet. Ky i ri ka nevojë për këtë identitet. Kjo rini sot ka nevojë të njihen me identitet të qartë, përndryshe nuk do të jenë as vetvetja dhe nuk do të kenë një të ardhmë të mirë, madje shoqëria do të jetë, domethënë, ajo shoqëri e cila do t'i pranojë
do të pranoj këtë kontingjent pa identitet dhe po rrjedhoj personaliteti i tyre, nuk do të jetë personaliteti i duhur, edhe pse shfaqen sikur kanë autoritet, kanë personalitet, por identiteti mungon. Këtu hoxh më duket se ceke një pikë që faktikisht unë doja ta përmendja, meqense emisioni jonë është rinia mes sfidave dhe besimit, kam dëshirë që vazhdimisht të trajtojmë këto sfidat që përballet rinia sot. Dhe pikërisht këtu ndalemi tek sfidat rinia dhe sfidat që ka ajo me identitetin e tyre. Më duket se njëra prej tyre ishte kjo që përmendej, fakti që ato nuk kanë identitet dhe rinia, shoqëria i pranon ashtu siç janë. Pyetja që ta përmbledh, pyetja është: cilat janë disa nga sfidat kryesore që ka rinia sot në raport me identitetin e tyre? Sfidat që ka rinia sot janë të shumta. Në raport me identitetin, po ashtu kemi disa sfida të mëdha në raport me identitetin, por mendoj se nëse përmendim sfidën kryesore në raport me identitetin, aty kuptohen dhe sfidat e tjera. Sfida kryesore më e madhe e identitetit është se rinia sot nuk kanë identitet. Pra, nuk po bëhet fjalë që ata kanë një identitet të qartë dhe tani brenda këtij identiteti të shikojmë domethënë cilat janë sfidat. Jo, sfida kryesore është se nuk kanë identitet. Dhe njerëzit ndahen në disa në disa kategori. Ashtu dhe të rinjt. Disa prej tyre e kanë humbur identitetin. Disa prej tyre nuk e kanë gjetur akoma identitetin. Dhe ka për atyre personave të tjerë të cilët janë në dyshim, kanë luhatje çfarë identiteti të ndjekin. Sepse dhe vetë fjala identitet është diçka shumë e përgjithshme dhe duhet të specifikohet për çfarë identiteti domethënë po bëhet fjalë. Por në formë parimore, pra njerëzit këto janë ose e ka humbur identitetin, ose nuk e ka gjetur akoma identitetin, ose ai është në luhatje dhe dyshim se çfarë identiteti do të ndjek. Çfarë do thotë kjo? Pra sfida kryesore është kriza identitare. Kriza identitare. Pra jetoj në një kohë kur kemi kriza të shumta, sfida të shumta, por në raport me identitetin ne mund ta quajmë krizë identitare. Dhe kjo krizë identitare tregon ose na tregon se njeriu, sidomos të rinjt, duhet të njohë vetveten. Duhet të zbulojë vetveten. Duhet të njohë të realitetin për të përcaktuar të ardhmen e tij, ecurinë e tij, ku do shkojë ky njeri. Është njeriu i cili është në krizë se ai nuk ka përgatitur terrenin ashtu siç duhet për ecurinë dhe të ardhmen e tij, sepse i mungon identiteti ose ka humbur atë, ose është i luhatur kë identitet ai duhet të ndjek. Andaj dhe nëpërmjet krizës identitare, kjo i përfshin pastaj të gjitha ato sfidat e tjera, ju përmendet në pyetje pra, cilat janë sfidat kryesore. Është kjo kryesore, e cilat nën kupton pastaj, nëse do ndalemi nën sfidat e tjera, nuk do të mbarojmë. Mjafton të kuptojmë që kriza identitare është ajo që e lën njeriu të mos jetë vetvetja, njeriu nuk e zbulon dot vetveten, nuk e zbulon dot për rrjedhoj të ardhmen e tij, nuk e kupton dot në fakt ku është duke shkuar. Pra, atë që kemi përmendur dhe herë të tjera, sot kemi një rini pa identitet, ose e ka humbur identitetin, ose nuk e ka gjetur akoma, dhe për rrjedhoj nuk din se kush janë dhe nuk din se çfarë kërkojnë dhe nuk din se ku do të shkojnë. Hoxhi nderuar, më bëri përshtypje një midis shpjegimit tuaj përmende krizë identitare. Sot faktikisht shikojmë që flasin shumë pak për identitetin, për më tepër që ta paraqesin në këtë lloj mënyre. Krizë identitare. Çfarë kuptoj me krizë identitare? Nga ajo që kuptova unë ishte disa njerëz kanë identitet, por nuk janë të qartë në identitetin e tyre, ose ka tjerë që nuk kanë fare identitet. Andaj bëj dhe pyetjen: cilat janë faktorët që kanë shkaktuar këtë krizë identitare tek ne? Faktorët janë shumë. Faktorët kryesor kemi presionin social, kemi presionin shoqëror, kemi përplasjen mes tradicionales dhe modernes. Pra, kemi një rini e cila ka dalur në jetë, një jetë e cila është krejtësisht e paqartë për mungesë të identitetit ose për humbje të identitetit. Dhe për rrjedhoj kjo krizë identitare që ne përmendëm, këtu tani ka dhe përplasje mes tradicionales dhe modernes. Nëse do të analizojmë pak, domethënë këtë çështje, për shembull, nëse rinia, një i ri, një e re, kushdo qoftë, don të ndjek gjithçka që është moderne, pashmangshëm ai do shkputet nga familja. Dhe nëse nuk e do këtë,
do shputet. Pse? Sepse domethënë të ndjek gjithçka që lidhet me modernën, me investimet, me shpenzimet, me projektet e dukura dhe të padukura, të fsheta dhe të shfaqura, po punohet që faktikisht mentaliteti i rinisë në të ardhmen duhet të jetë ai mentalitet i cili nuk do të ketë më lidhje me atë familje konservatore për cilën ne kemi folur faktikisht dhe tradicionalen në jetën e njeriut, në familjen e njeriut, në të ardhmen e tij, në shoqërinë e tij. Nëse do të jepet gjithçka që është moderne, jo gjithçka moderne është e mirë. Jo gjithçka moderne është dobishme dhe jo gjithçka moderne meriton të ndiqet. Dhe përrjedhoj pashmangshëm ai do shkputet nga familja dhe nuk po bëhet më fjalë për shkëputje fizike, por po bëhet fjalë për shkëputje konceptuale. Ai nuk do të jetojë me konceptin e familjes. Ai nuk do të jetojë me tradicionalen. Shumë prej të rinjve sot e kanë të vështirë të shkëputen nga familja, sepse ka besim. Ai e don familjen. Ai vazhdon akoma me frymën tradicionale, me frymën konservatore. Nga që ka frikë, nëse ai do të qëndrojë me frymën tradicionale, atëherë nuk do të jetë pjesë e trendit. Ai do të humbë trendin. Ai do të humbë ecurinë, e cila sot është shfaqur fuqishëm në jetën e të rinjve, në jetën e gjithë njerëzve, por kryesisht në jetën e të rinjve. Pra, kemi plot të rinj të cilët janë të luhatur çfarë të zgjedhim tradicionalen apo modern dhe kjo quhet përplasje. Dhe kjo përplasje është faktor shumë i madh. Faktor që lën efekte në vetvete, në familje, në shoqëri dhe në të ardhme. Dhe përrjedhoj të gjithë këta njerëz apo këta të rinj e kanë shumë të vështirë tani me këtë përplasje mes identitetit ose në këtë krizë identitare dhe presionit social, presionit shoqëror, presionit të turmës e cila po shkon domethënë pa orientim, e përmendet domethënë ndoshta janë të pa orientuar, jo ndoshta janë të pa orientuar. Dhe përrjedhoj kemi një problem tjetër, kemi një sfidë tjetër, kemi diçka e cila është vërtet domethënë një pikë që ne duhet të ndalemi, duhet të analizojmë, duhet të studiojmë, të dalim domethënë me përfundime konkrete të qarta. Nëse do të kemi të rinj sot, të cilët përcaktojnë diçka konkrete për të ardhmen e tyre, për ecurinë e tyre, në shumicën e rasteve ajo përcaktohet sipas dëshirave, sipas pasionit dhe më tepër referenca është ana emocionale. Nuk kemi një studim të mirëfillt, nuk kemi një qasje të mirëfillt akademike dhe përrjedhoj nuk kemi një analizë të qartë, analizë të duhur që nëpërmjet kësaj analize, nëpërmjet këtij studimi, të rinj sot qartësohen më shumë për të përcaktuar të ardhmen e tyre. Pra, mungon dhe analiza, mungon dhe studimi, mungojnë të gjitha këto bashkë, aq më tepër kur vrulli i rinisë, dinamika e rinisë e bën që nga ana emocionale ai duhet ta harxoj kohën në gjëra të cilat mendon se është pjesë e kohës, është pjesë e moshës, është pjesë e trendit dhe s'duhet humb më, ai duhet vazhdoj nga rrjedha. Del pa dashje, jo s'është, domethënë, ai është me turmën. Pra turma është e tillë. Nuk don të dali nga turma. Nuk don të dali nga trendi, nuk don të dali nga turma, nuk don të dali nga kyç e gjithë kjo quhet presioni social dhe presioni shoqëror që u përmenda pak më parë. Këto janë faktorët kryesorë. Nëse një i ri mendon se do humbi trendin, gabon, përse ky njeri duhet të jap më shumë rëndësi formimit të tij akademik, formimit të tij shkencor, aftësive të tij me të cilët ai do të njihet tek njerëzit dhe përrjedhoj njerëzit do të kenë nevojë për të. Është po ajo turm që do ta kërkojë pastaj. Patjetër, në momentin që ajo turm do ta kërkoj sepse ky është kapacitet dhe nuk bëjnë dot pa këtë, është ky personi i cili është përgjegjës për formosimin e turmës, që do të thotë, të mundohet të jetë pjesë e elitës. Elita është ajo e cila përcakton të ardhmen, elita është ajo e cila përkufizon, domethënë termat dhe terminologjinë, elita është ajo e cila formëson shoqërinë. Atëherë, ky i ri çfarë do të jetë? Do të jetë numër nga numrat, do të jetë pjesë e turmës apo do të jetë pjesë e elitës e cila do të formësoj turmën, do të formësoj shoqërinë, do ta ndaj, të jetë i qartë. Dhe këtë nuk e arrin dot pa identitet. Këtë nuk arrin dot pa personalitet. Këtë nuk arrin dot pa botën shkencore dhe akademike, minimalisht të jetë shumë i aftë
në sferën që do ndjek, në atë që ka përcaktuar për vetveten e tij dhe përrjedhoj pastaj nuk ka asgjë të keqe pse nuk është çdo moment me turmën dhe çdo moment me trendin, por është ky i cili do të ndikojë për mirë tek trendi, do të ndikojë për mirë tek shoqëria dhe përrjedhoj do të ndikojë për mirë tek e ardhmja. Hoxh, vetë fjala identitet, ky identitet që e veçon tek këtij njeri nga turma, ndryshe e kupton dikush, ndryshe e kupton dikush tjetër. Tani, patjetër duke parë edhe kohët që ne jetojmë edhe me shturjen që na rrethon, por edhe me përtatësinë që ka rinia, ndoshta edhe hutimin që kanë ata, cili është identiteti i vërtet që i mungon rinisë sot? Atëherë, në realitet, ne shikojmë se njerëzit kërkojnë më shumë se një identitet. Kemi identitet social, kemi identitet kulturor, kemi identitet profesional, kemi identitet politik, kemi identitet ideologjik, kemi identitete të ndryshme. Dhe një politikan e shikon veten te politika dhe do të njihet me të, do të jetë vetvetja në të, do të jetë i njëjtë, identik, pa ndryshuar asgjë në atë që ka zgjedhur dhe nuk ka lidhje ky me identitetin kulturor. Ai tjetri nuk ka lidhje me identitetin social, ai tjetri nuk ka lidhje me identitetin profesional, sepse mendon se identiteti profesional me cilën ai do të njihet tek tjerët, atëherë kështu do fitoj jetën, njerëzit do kenë nevojë për të, për aftësitë e tij, për shërbimet e tij, do të jenë të mira kështu me radhë dhe ai ndërton jetën, ndërton të ardhmen dhe i jep frym familjes së tij dhe fëmijëve të tij. Identiteti që përfshin të gjitha këto bashk, dhe identiteti i vërteti dhe që i mungon sot shoqërisë, i mungon sot rinisë, ose duhet të jetë pjesë aktive dhe pjesë e pandar e jetës së tyre, është ai identitet i cili është i lidhur rrënjësisht me besimin në Zot. Dhe ky është i vërteti. Të tjerët jo se nuk janë të vërtet, por nuk janë të duhurit. Përse? Sepse ne nuk mund të jetojmë dot një jetë pa Zotin që na krijoi. Ne kemi plot njerëz të cilët janë të paqartë në shtigjet që do ndjekin, në rrugët që do ndjekin, në të ardhmen e tyre, sepse i shikojnë gjërat duke qëndruar ulur, duke qëndruar, domethënë në një, ta quash për shembull në një vend konkret dhe ku ka shumë hapësira, ka shumë rrugë, ka shumë rrugica, ka shumë shtigje dhe ai nuk din tani që është kjo rruga këtu e duhura, është kjo rrugica këtu, është ky shtegu këtu, është kjo hapësira këtu, nuk e shikon dot. Përse? Sepse pozicioni i tij është i tillë dhe ai nuk mundet dot të shikojë. Por sikur ky person të qëndron në një vend të lartë dhe do të shikojë gjërat nga sipër dhe përrjedhoj do të qartësohet më shumë, hapësirat do të jenë më të qarta dhe do shikojë dhe në fund fare do konstatojë, në konstatime sipër do të vendos. Kjo është rruga. Këto të tjerat nuk janë të vërteta. Ndoshta është një rrugë e cila nuk ka dalje. Kjo rruga tjetër të çon në një hapësirë gjigande e cila nuk ka më lidhje me vetveten time, familjen time, identitetin tim, me të ardhmen time, me personalitetin tim dhe me interesat e mia. Kurse kjo rruga këtu është rruga e njerëzve të këqij, është rruga e cila është rruga e djallit e kështu me radhë. Atëherë, cili pozicion e bën njeriu që t'i shikojë gjërat nga sipër dhe përrjedhoj të jetë i qartë për të përcaktuar ecurinë dhe të ardhmen e tij dhe për të formuar ashtu siç duhet identitetin e tij. Vetëm besimi në Zot është ajo gjë e cila e bën njeriu të jetë i qartë për vetveten e tij dhe për të ardhmen e tij. Do ta shpjegoj, nëse më lejoni të më jepni kohë, do ta shpjegoj pak më ndryshe. Si ka mundësi që ne pranojmë se Zoti na krijoi për një jetë të përkohshme, jemi nisur drejt një destinacioni dhe në atë destinacion do të takohemi pikërisht me Zotin i cili na krijoi. Pra, burimi i krijimit prej nesh është pikërisht nga Zoti. Jemi nisur në jetën e kësaj bote për të takuar me Zotin, por duam ta jetojmë jetën pa Zotin. Ky është paradoksi. Shumë i qartë. Ky është paradoksi dhe kjo është ajo që njerëzit nuk e kuptojnë. Kjo lloj forme ose kjo lloj qasje e bën njeriu, i bën njerëzit, i bën të rinj të gjithë ta shikojnë jetën e tyre nga një pozicion nga lart, nëpërmjet të cilit ata do të jenë të qartë edhe do të, prandaj tham, është të gjitha ato identitete apo e kisha po identiteti profesional, identiteti kulturor, identiteti social, identiteti ideologjik, identiteti politik, zgjidh çka duash nga këto. Kjo është një zgjedhje se si do të ndërtosh ti të ardhmen tënde brenda identitetit
referencial, brenda identitetit bazik, brenda identitetit parimor, i cili nuk mund të jetë kurrë i shkëputur nga besimi në Zot. Përndryshe ai nuk quhet më identitet, sepse thamë që ne nuk mund të jetojmë dot një jetë të përkohshme, ku erdhëm nga Zoti sepse ai na krijoi dhe nga kjo jetë do shkojmë ta takojmë Zotin ton dhe në fund fare në këtë jetë të përkohshme nuk do të kemi lidhje me Zotin ton dhe s'duam të dim fare madje për Zotin ton. Kjo është paradoks, është kundërthënie, është diçka që nuk është as pak logjike, madje është gjëja e vetme që i jep kuptim jetës. I jep kuptim njeriut, i jep kuptim të ardhmës së tij. Pra ky vendi i lartë nga ku ti mund të shikosh gjitha rrugët që ti do zgjedhësh, që ka pikërisht besimin në Zot. Është besimi në Zot sepse vetë Allahu në Kur'an çfarë thot? E fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. A menduat ju se ne ju krijuam kot dhe ju nuk do të ktheheni tek ne? Patjetër që Allahu nuk na krijoi kot. Ka qëllime jeta, ka qëllime krijimi dhe kjo jetë e përkohshme që ka një qëllim të veçantë. Ne do ta përshkojmë për të takuar përsëri në destinacionin e fundit, po me Zotin ton, pa Zotin ton, është e pamundur. Ndoshta duket pyetje pak shtesë, por pse pikërisht ky identitet? Pse pikërisht duhet jetë i lidhur kaq ngushtë me besimin fetar? Pse mos i pranojmë edhe identitetet e tjera? Ndryshe nuk është që janë dhe aq keq. Sepse ky identitet lidhet me të vërtetën dhe vërteta është një. Allahu në Kur'an thot: "Famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal." E çfarë ka përtej të vërtetës vetëm se e kota. Nëse ne do të formojmë një identitet nga ato identitetet që përmendëm dhe të tjerë që nuk kemi përmendur, duke mos qenë lidhur me besimin në Zot, atëherë nuk kemi lidhje me të vërtetën ose nuk qartësohemi dot se cila është e vërteta. Pra nëpërmjet besimit në Zot ne kuptojmë të vërtetën. Famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal, thot Zoti në Kur'an. Kjo është e vërteta. Pa përtej të vërtetës, çfarë janë ato gjëra të tjera? Janë të gjitha të kota. Një identitet politik duhet të jetë i lidhur me besimin në Zot. Një identitet profesional duhet të jetë i lidhur me besimin në Zot. Një identitet kulturor duhet të jetë i lidhur me besimin në Zot. Një identitet social duhet të jetë i lidhur me besimin në Zot. Një identitet ideologjik nëse do të ketë, sepse e vërteta është vetë ajo, domethënë vetë besimi nuk është më nevojshme. Mirë po, njerëzit e duan në formate të ndryshme, në forma të ndryshme, në trajte të ndryshme të kenë një identitet ideologjik që të veçohen, të njihen ndryshe nga të tjerët. Ndryshe nga të tjerët në cilën formë? Kur ti të pretendosh një të vërtetë dhe ai të pretendojë një të vërtetë tjetër, e vërteta është një. Dhe Zoti është ai i cili na krijoi, ai huwal haqu, ai është i vërteti dhe nga ai vjen e vërteta, andaj dhe identiteti nuk shputet dot nga e vërteta. Që do të thotë, nuk kemi dot identitet tjetër. Ky është identiteti, identiteti që lidhet me Zotin, identiteti që lidhet me besimin dhe ne formojmë familjen tonë, formojmë të ardhmen tonë, formojmë sistemin e jetës, planifikojmë gjithçka që kemi për të ardhmen tonë, për vetveten, familjen dhe shoqërinë, gjithmonë duke e lidhur me identitetin e vërtet, me besimin në Zot, sepse vetëm në këtë formë ky identitet do të jetë e vërteta. Vetëm në këtë formë ne do të jemi vetvetja, vetëm në këtë formë do të jemi më të qartë, vetëm në këtë formë do të dimë se ku do të shkojmë, çfarë kërkohet prej nesh, çfarë duhet planifikojmë dhe mbi të gjitha identiteti që lidhet të ngushtë me besimin në Zot është identiteti i vetëm që na bën ne të jemi të sinqertë. Na bën ne të jemi besnik, na bën ne të jemi të pastër, na bën ne të jemi transparent dhe na bën, duke qenë të sinqertë, na bën njerëzit e dobishëm të vërtet në shoqëri. Përndryshe, nuk ka identitet dhe nuk ka dobi dhe nuk ka diçka që është e pastër dhe sinqertë në shoqërinë ku jetojmë, kur ne dalim nga shtëpia në mënyrë që të realizojmë dëshirat tona, të realizojmë qëllimet tona, pa çka se këto qëllime mund të jenë kurriz të tjetërkujt. Mund të jenë duke zhvatur dhe abuzuar kundër të drejtave të tjetërkujt. Atëherë cili është ai identitet dhe cili është ajo pikë referenciale nëpërmjet të cilës ne fitojmë sinqeritetin hynor që na jep Zoti dhe na mëson nëpërmjet besimit për të qenë të drejtë, për të qenë të vërtetë, për të qenë besnik, për të qenë të sinqert në shoqërinë ku jetojmë, është e pamundur të ketë diçka tjetër. Hoxh, të kërkoj ndjesë, ka ardhur momenti që duhet bëjmë shkputjen e emisionit, po mënyra me të cilën erdhet, skema me të cilën ndërtuat, na i qartësoj më shumë pjesën që nuk ka identitet, nuk mund ndërtojmë një identitet ndryshe ose duke dalë nga
nga besimi në Zot. Falenderoj pamas. Të nderuar teleshikues, pas një pauze të shkurtër rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit. Selam aleikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja kur rikthyem në pjesën e dytë të emisionit Rinia mes sfidave dhe besimit, tema e sotme ishte identiteti. I nderuar Hoxh, folëm gjatë për çështjen e identitetit, i ndam cilat ishin identitetet dhe unë dua të ndalemi tek identiteti fetar, pra ai që lidhet me besimin në Zot. Vërejmë tek rinia që beson në Zot, pra këta që e kanë zgjedhur të besojnë Zotin dhe ta ndërtojnë identitetin e tyre nëpërmjet kësaj, që janë të paqartë. Pra te kjo që kanë zgjedhur, janë të paqartë. Do të thuash edhe besojnë, por përsëri janë prapë të paqartë identitetin e tyre. Po, nëse e lidhim me skemën që ndërtuam, ata cilët kanë ngritur sipër dhe duan të zgjedhin cilën prej rrugëve do zgjedhin për jetën e tyre, dhe këta janë të paqartë. Nëse mund të na sqarosh pak diçka më shumë tek kjo pjesë. Patjetër që kemi të rinj të cilët ne kur folëm faktikisht folëm për rinin në përgjithësi. Por dhe ata të rinj të cilët besojnë, nuk do të thotë që ata patjetër duhet të jenë të qartë për identitetin e tyre. Përse? Sepse besimi është diçka dhe identiteti është diçka tjetër. Mundet një njeri të besojë Zotin që e krijoi dhe të ketë raport me Zotin në formë individuale, në formë personale, duke mos pasur asnjë lidhje ose duke mos pasur asnjë qasje me këtë në shoqërinë ku jeton. Që do të thotë, besimi është mes meje dhe Zotit, kurse mes meje dhe shoqërisë është gjithçka tjetër që lidhet me jetën e kësaj bote, por nuk është domosdoshme të kemi lidhje me Zotin. Jo. Njeriu është qenie sociale dhe shoqërore, edhe qenie sociale shoqërore të tillë e bëri vetë Zoti. Pra Zoti kur na krijoi, pse na krijoi? Zoti na krijoi dhe na tregon në surën Bakara kur i thot melekëve, unë do të vendos në tokë një krijesë të re, domethënë, i cili është i përket natyrës njerëzore dhe ky do të jetë halife. Mëkëmbës. Po. Pra mëkëmbës i Zotit në tokë dhe jo mëkëmbës i Zotit në zemrën e tij. Mëkëmbës i Zotit brenda shtëpisë tij. Islami është i tillë. Dhe të tillë na krijoi Zoti, qenie sociale, shoqërore dhe ne do ta shfaqim besimin ton. Në momentin që ne e shfaqim besimin ton, në cilën formë do ta shfaqim, këtu fillon formimi dhe ndërtimi i identitetit. Në momentin që jemi të qartë në identitetin ton, atëherë do të jemi të qartë në të gjithë veprimtarinë dhe në punët tona dhe në raportet që do ndërtojmë dhe krijojmë me njerëzit e tjerë. Në të njëjtën kohë, me që bët pyetën domethënë që si ka mundësi që edhe besojnë, po edhe kanë patjetër sepse jo të gjithë ata të cilët besojnë e kanë kuptuar siç duhet fenë e tyre. Dhe në momentin që njeriu beson, por nuk di të besojë në formën më të mirë, ose ka kleçka, ka gjëra që e cënojnë besimin, ka njerëz të cilët nuk kanë ditur të besojnë ashtu siç duhet dhe për rrjedhoje nuk ndërton dot identitetin e vërtet, ose nuk do të jetë i qartë për identitetin e tij. Përse? Sepse plot për njerëzve beson që ose domethënë shfaqet si fetar, shfaqet si besimtar, por në fund fare kuptojmë që ai nuk e ka kuptuar fenë e Zotit. Pra Hoxh, është e mundur që më falni nëse ndërhyra pak, është e mundur që rinia të besoj, të praktikoj dhe ndoshta nuk e ka kuptuar fenë si duhet. Patjetër që është e mundur. Sepse edhe në mesin e besimtarëve kemi njerëz të cilët janë të ditur dhe janë të paditur. Njerëz të cilët kanë, domethënë e përdorin inteligjencën me cilën i ka kriju Allahu xhele xhelalu për të përcaktuar identitetin e tij, ecurinë e tij, të ardhmen e tij, për të mësuar ashtu siç duhet, dhe njerëz të cilët kanë inteligjencë, por nuk duan ta përdorin inteligjencën e tyre. Njeriu është krijuar inteligjent që në zanafill. Njeriu është krijuar i zgjuar që në zanafill. Çështja është se sa do e përdorim inteligjencën, sa do e përdorim në zgjuarsinë tonë për të kuptuar vetveten tonë, për të njohur Zotin tonë, për të njohur konceptin e jetës, për të njohur ku po shkojmë, për të ditur destinacionin e fundit, si të përgatitemi për destinacionin e fundit, dhe në gjitha këto bashk formohen dhe identiteti. Në momentin që nuk jemi të qartë në identitetin tonë, ka gjasa shumë që ne ndoshta s'kemi kuptuar fen ton. Dhe është krejtësisht normale. Çfarë kërkohet? Kërkohet të kuptojmë fillim vetveten, të kuptojmë fen ton dhe nëpërmjet fesë, besimit, Zotit kuptojmë pastaj vetveten dhe të jemi të qartë në identitetin ton. Shiko. Po. Kemi raste të përditshme, të shumta, njerëz të cilët krenohen me besimin e tyre, krenohen se ndoshta kanë mësuar, krenohen sepse ndoshta kanë shumë informacion, krenohen sepse kanë aktivitete
të fuqishme dhe në fund fare nëse studiojmë ose bëjmë një analizë të mirëfillt do të kuptojmë që shumë prej tyre nuk kanë kuptuar fen. Është normale që të shikojmë plot prej besimtarëve të cilët nuk e kanë kuptuar fen. Dhe kur them është normale, nuk do të thotë që është e mirë. Është normale teknikisht, por duhet patjetër që të qëndrojmë të kuptojmë vetveten që nuk dim aq sa duhet të dim dhe të kuptojmë fen në formën më të mirë që të njohim me këtë njohje pastaj vetveten, të njohim Zotin ton, çfarë kërkon Zoti prej nesh dhe nga gjithë kjo të ndërtojmë identitetin ton. Hoxha Allahu të shpërbleft, kërkoj ndjes nëse të ndërpreva. Minutat e emisionit realisht po mbarojnë dhe tema faktikisht është shumë interesante. Inshallah do bëjmë një emision enkas vetëm për si të kuptojmë fen. Po inshallah patjetër, pse jo. Po Allahu të shpërbleft, të falenderoj pa mas për kohën edhe për gjitha këto këshilla kaq me vlerë. Të nderuar teleshikues, siç e tha minutave të emisionit i erdhi fundi. Shikojmë inshallah emisionin e radhës. Selamu alaikum.